Fermer, sonte Aga ju fton në një lojë ku sfida më e madhe do të jetë të kontrolloni veten. Mirë se vini në mos qesh. Nga ky moment ju do të keni vetëm një qëllim, të bëni njëri tjetrin për të qeshur. Mund të përdorni çdo mjet, rekuizita, skeshe, monologje, shaka, improvizime, imitime e të tjerë. Qëllimi i gjithëve është të rezistoni pa qeshur. Kush qesh eliminohet nga loja. Me rënien e gongut. Ta përfundojmë? Ta përfundojmë, se është e gjatë. Me rënien e gongut ju duhet të nisni direkt nga loja dhe duhet të jeni të pozicionuar në një ambient të gjithë. Loja nis me rënien e gongut. Indri si krye infermier, na ka ngel kjo gjoja, s'kemi që bëjmë, do të nis zinxhirin e performansave para të gjithëve. Pra ti e i pari që nis lojën. Pasi të përfundoj koha e Indrit, njoftoheni me gong dhe një tjetër fermer qohet për të performuar dhe kështu me radhë. Nëse njëri prej jush gjatë performansës ja del të bëj dikët tjetër për të qeshur, misioni i tij quhet i kryer. Ai ulet dhe një tjetër fermer qohet dhe performon. Kujdes! Fermeri që eliminohet nga loja nuk ka të drejtë të bëj për të qeshur fermerët e tjerë ende në lojë. Loja është vetëm mes fermerëve që rezistojnë, ata duhet të bëjnë për të qeshur njëri tjetrin. Fermerët që rezistojnë dhe janë ende në lojë, nuk duhet të largohen nga ambienti ku zhvillohet loja. Pra, të gjithë duhet të rrim këtu. Dhe ata që skualifikohen mund të spostohen te një divan tjetër dhe ata që janë ende në lojë për lehtësuar pamjen duhet të rrinë sa më afër njëri tjetrit. Skualifikimi i fermerëve njoftohet nga Agai me një sinjal zanor dhe thirrjen e emrit. Pra Sara qeshi, bjen sinjali dhe thot Sara. Që të jemi të qartë qesha, nuk qesha, e thot Agai. Nëse njëri nga ju qesh, eliminohet. Në fund, fermeri që reziston pa qeshur, shpallet fitues dhe e pret një surprizë. Keni pyetje? Ja. Pra, shumë thjesht, jemi të gjithë këtu ku jemi, lojen... Renditja më nëj, më thanë, filloj unë? Me që po ashtu, mund ta bëjmë sens orar. Okej? Edhe unë, hajde Soni. Hajde dalim atje në Ose që se keni preferenca, ndrohuni Një që tani. sens orar është kështu me fillu. Po pra po. Unë do dalë atje të Kostana. Atë po them. Atë po them edhe unë. Ai që bën përqeshur në atë moment nuk ka, me fjalë bjen sinjali zanor, del emri dhe ai e ka mbaruar misionin e vet dhe ulet. Kaq. Dhe është ende në lojë. Sepse nuk ka qeshur, kupton? Derisa të qeshi dikush për të eliminuar. E pra, këtë dashur më pyet, nëse nuk qesh njëri, domethënë do vazhdoj pafund këtë Jo, mohabet? sepse bjen gongu. Okej. Për çdo person bjen gongu. Bjen gongu, gjithmonë gongu i është kohë, referimi. domethënë, Po, pra. bjen një gong. Një person futet mes. Pra ti nuk ja dole misionit. Po. Nëse asnjëri nuk qesh, Indri në këtë rast misionin nuk e realizoi. Po qoftë se duhen e me shti ato me keq, qysh mja bo? Kur të vi rada jo. Kur të vjen me radhë. Çoj, me gjithë njëri mas tjetrit. Do rrim kështu si jena. Pra ideja është mos qeshësh. Po. Kaq.